të përgjegjësisë individuale të komisionerëve që kur të bëhet numërimi me qenë sakt për shkak se kjo e dëmton pastaj edhe personin për të cilin është shtu vota. Në rastin tem nuk e ndjej që jam dëmtuar qëllimshëm, edhe pse jam personi që ka pasur shtimin më të madh të votave në rinumërim, por prapë nuk e ndjej që ka pasur një gjë të tillë, edhe po shpresoj që secili që ka pas dyshime, ky rinumërim i ka sqaruar situatat, për shkak se zakonisht tek ne dim që me diskutu për 4 vite për një rezultat se a ka mujt me konë kështu ose ashtu, po besoj që rinumërimi i ka rrafshuar gjitha debatet në lidhje me çështjen e votave. Ke qenë i përfolur edhe në aspektin, po e them kështu individual, për shkak të ndryshimit që e ke pas në 2 procese zgjedhore. Ç'a ndodhi me aktivitetin tuaj politik, po e them kështu? Po, fillimisht ne kemi bën një fushat ndryshe. Subjekti ynë, lëvizjave të vendosje kemi bën një fushat ndryshme. Në Kosovë, hares është pak vështirë kur je një djalë i ri edhe nëse në shkurt kemi pas një qasje pak më ndryshe në raport me daljet publike, në dhjetor kemi pas një qasje këtë tjetër në raport me daljet publike, edhe kjo ka bo që njerëzit me vlerësu angazhimin, jo do thoja angazhimin në diskutime publike që e bëjmë, sepse në fundit njerëzit ka përcy koha kur votojnë për shkak njojës personale. Njerëzit votojnë për shkak bindjeve edhe të nevojës për një përfaqësim sa ma drejt për drejt. Ty stu për 7 fushata në shkurt? Po, fushata në shkurt ka qenë një fushat ku ka qenë ndoshta e dizajnu me ashtu që me ju shërby më shumë individëve të cilët janë motin skenën publike. Janë të njohur. Dhe jo kandidatëve të ri. Kandidatëve të ri ka qenë disavantazh për ta, edhe ndoshta edhe ai synimi që mos me i trajtu rrjetet sociale si diçka të rëndësishme, ka bo që rezultati në shkurt me atën dhjetor me dallu, e unë them që tani vetë se kemi hyrë një proces ku komunikimi është shumë teknologjik, do të thoja kështu, në aspektin e rrjeteve sociale, e platformave sociale, do më thonë është kthy një platformë të diskutimit tashmë. Dhe paka shumë kësë sekreti, po i bie që janë media sociale, që i keni përdorë ma shumë se sa në fushatën e kalume. Do thoja që një pjesë e rëndësishme e përkrajës që ka marrë, ka ardhur edhe për shkak të takimeve në rrjetet sociale që kanë bërë me qytetarë. Por edhe takimeve në teren, do thoja ashtu, kështu në aspektin klasik të politikës, edhe është rritë vlerësimi për cilën unë jam falenderuese dhe do të shërbej me nder e fisnikëri. Dhe